Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Më hoqën nga puna sepse shkoja me shefin. Unë quhem Adela. Punoj prej 3 vitesh në një kompani private në Tiranë. Isha e lumtur dhe kisha gjetur një vend pune më në fund të qëndrueshëm, me një pagë të mirë dhe një staf që më dukej shumë miqësor. Por gjithçka ndryshoi kur u emërua shefi i ri, një burr karizmatik, i sjellshëm dhe i respektuar nga të gjithë. Ai ishte rreth të 40-tave, me përvojë, i sigurt në çdo fjalë që thoshte dhe me një lloj karizme që e bënte çdo njeri të dëgjonte me kujdes. Të gjithë e respektonin, shumë veta e adhuronin, disa e urrenin në heshtje. Unë isha diku në mes, e ndjeja se diçka tek ai më tërhiqte, por e mbaja veten nën kontroll. Në fillim ishin vetëm vlerësime profesionale. Më thoshte, je shumë punëtore e përkushtuar, Adela. Pastaj filluan mesazhet vonë në mbrëmje që fillimisht kishin të bënin me punën, por ngadalë morën tjetër ton. Një natë më ftoi për një darkë pune. Ishte e para herë që ndihesha kaq nervoze. Më tha që kompania po përgatiste një projekt të madh dhe kishte nevojë për dikë të besuar. Fjalët e tij më bën të ndihem e vlerësuar, ndoshta për herë të parë në jetën time. Në ato ditë, nisa ta admiroja akoma më shumë. Pastaj, si pa kuptuar, çdo komunikim i yni u bë shumë personal. U afruam shumë, më premtoi që do të më ngrinte në detyrë, madje do të më transferonte në një zyrë më të mirë dhe unë i besova. Në atë besim, humba gjithçka. Në zyrë filluan të ndiheshin ndryshimet. Koleget më përshëndesnin me gjysmë zëri, disa ndaluan së më foluri. Një mëngjes e gjeta tryezën time bosh. Dokumentet ishin marrë dhe laptopi im ishte bllokuar. Më thirrën në administrat. Jeni e pushuar nga puna, më tha drejtoresha me një ton të thatë. Janë konstatuar shkeljet e etikës profesionale. Ngriva në vend, nuk e kuptoja se si etika kishte të bënte me mua. Dola nga godina pa marrë as çantën. Ai nuk u duk gjykundi, u zhduk papritur, as një mesazh, as një sqarim. Më pas mësova se kishte zhdukur çdo provë që më lidhte me të dhe kishte paraqitur historinë sikur unë e kisha ngacmuar. Për javë të tëra nuk dola nga shtëpia. Ndihesha e fyer, e përdorur, e poshtëruar. Prindrit nuk e dinin arsyen e vërtet pse u largova nga puna. Ndërsa unë çdo natë kujtoja çastet kur i besoja, kur mendoja se po ndërtoja karrierë me dikë që më respektonte. Disa muaj më vonë takova një vajzë që kishte punuar më parë në të njëjtën kompani. Ajo më tha të njëjtën histori, me të njëjtin burr dhe me të njëjtin fund. Ai i afroi vajzave të reja, i ngjiste me premtime dhe pastaj flakte sapo dikush tjetër kuptonte lojën. Atëherë kuptova se nuk isha as e para dhe mbase nuk do të isha as e fundit. Sot punoj në një vend më të vogël, me më pak lek, por me dinjitetin tim. Dhe çdo herë që shoh një vajzë të re që sapo hyn në botën e punës, do doja shumë t'i thosha që nëse dikush e ngatron për kushtimin tënd me dobësi, mos e lejo të ta marrin vlerën, sepse ajo është gjëja më e shtrenjtë që ke.